Të nderuar miq, përshëndetje. Takohemi sot për të nisur një cikël të ri emisionesh, një cikël të ri takimesh, ku në fokus do të jetë gruaja, dhe veçanërisht gruaja sipas botkuptimit dhe këndvështrimit kuranor. Janë pikërisht këto modele kuranore të gruas, të cilat vijnë për të na ftuar në atë që është më dashur tek Zoti, po dhe më e plot në jetën njerëzore. Në Kur'an vijnë disa modele historike, disa modele konkrete që na ftojnë jo për të kthyer tek e shkuara, por për të ecur përpara me këto modele, të cilat vijnë me gruan si bashkëshorte, me gruan si nën, me gruan si motër dhe me gruan si një qenie e plotësuar në të gjitha dimensionet e saj. Zoti ka përzgjedhur disa prej grave më të devotshme, më të zgjuara, më të ditura dhe më të plota për t'i përjetësuar në Kur'an. Për t'i përjetësuar, jo për të na treguar thjesht historinë e tyre, por për të na frymëzuar për të ardhmen tonë. Kam kënaqësinë që në këtë cikël emisionesh të kem hoxhën dhe profesorin nderuar Ferit Piku. Profesor, mirë se vini. Mirë se u gjetëm, faleminderit Ilir. Profesor, nëse flasim për Kur'anin si shpallje dhe si libër universal për çdo kohë, për çdo shoqëri dhe për çdo vend, dhe si një kur për çdo problematik të çdo brezi. Po ndërkohë ne dimë që ajetet të posaçme e kanë zbritur në një kontekst të caktuar, pra është bërse beb diçka ose si një përgjigje e një fenomeni problematik. Nëse flasim për statusin dhe perceptimin e duhur të femrës në atë kohë, në çfarë konteksti vijnë ajetet kuranore që flasin për rolin, pozitën dhe perceptimin e duhur ndaj femrës? Me emrin e Zotit mëshirues, mëshirbërës, mëshirplot, është e drejtë ajo që thej që Kurani famlar është fjala e krijuesit dhe krijuesi është krijuesi i çdo gjëje, gjithçkaje, i krijuesi i njeriu dhe njeriu është burri dhe gruaja, ato janë baza dhe origjina e gjithë njerëzimit. Kurani famlar flet për të kaluarën, për të tashmen atyre që u ka zbritur Kurani famlar dhe për të ardhmen e tyre. Dhe ajetet kuranore duhet i lexojmë me dy dimensione, me dimensionin universal, që janë për çdo kohë dhe për çdo vend, por dhe domosdo në lidhje me kontekstin historik kur kanë zbritur. Prandaj që quhet sebebun nuzul, pra shkaku i zbritjes, faktikisht e ndihmon komentatorin që ta lexojë më drejt ajetin, të njoh backgroundin, prapavijen që ka pas ndodhur dhe pastaj ajeti kuranor zbret si përgjigje ndaj një pyetje të caktuar apo si një reagim ndaj një ngjarje të caktuar apo ndaj një padrejtësie, por nuk do të thotë që kuptimi i ajetit kuranor mbetet thjesht në atë shkak historik apo në atë kontekst historik. Nëse do të shikojmë në spektrin e gruas në Kuranin famlar, statusin e saj, rolin e saj, vendin e saj, do të gjejmë që Kurani famlar flet me të dy dimensionet. Me dimensionin global dhe universal, statusin që ka gruaja, që thash është origjina e njerëzimit, madje jo vetëm kaq, është ajo që mundson vazhdimin e jetës të njerëzimit në tokë, madje është edukatorja edhe e pjesës së vet, pra, po edhe e pjesës krahut tjetër. Prandaj quhet nëse burri është gjysma e shoqërisë, burrat janë gjysma e shoqërisë, gratë nuk janë thjesht gjysma tjetër, por janë ajo që edukon edhe gjysmën e parë, edhe gjysmën e dytë. Kjo është dimensioni universal me cilin duhet të lexojmë përgjithësi ajetet kuranore që flasin për gratë. Mirë po, do të gjejmë atë dimensionin lokal, apo në lidhje me kontekstin historik dhe Kurani famlar në kohën që zbriste mbi profetin Muhammed alayhis salam, nëse i kthemi dhe librave të historisë, dhe këto nuk është se po i shpikim dhe po i sajojmë, ne ato janë të shkruara në lidhje me statusin dhe pozicionin që kishte gruaja në civilizimet e ndryshme, në shoqëritë e ndryshme të asaj kohe, do gjejmë që aty bëhet debat e karakterit filozofik nëse gruaja është apo jo krijesë. Konsiderohet apo jo njeri, pra e meriton apo jo emrin njeri. Nëse e meriton emrin njeri, për çfarë është krijuar ajo? Edhe pjesa më e madhe shkonin ato që ajo është në shërbim të pjesës tjetër. Pra ishte një shërbëtore që kishte ardhur për t'i shërbyer pjesës tjetër, në këtë rast burrave. Këto që po themi thash janë të shkruar në librat e historisë dhe janë të trashëguara.
Nëse zbresim pak më shumë në kontekstin arab, në atë të cilin zbriti Kurani famlar, pra ishte perceptim global ky që në përgjithësi ishte perceptim jo vetëm që nuk ishte barabartë me burrin, po vjen në pikpyetje dhe humaniteti i saj. Ju po thoni që tani në kulturën arabe kishte edhe specifika. Kishte edhe specifika pak edhe më ekstreme se sa kaq, sepse ishte një shoqëri natyrisht maskiliste e bazuar shpeshherë mbi konflikt mes fisëve, mbi luftën, mbi udhëtime të vështira, sepse edhe konteksti gjeografik në cilin jetoni ishte mjaft i vështirë, edhe sidomos tek kurejshët, aty ku zbret Kurani famlart, ishte trashëguar kultura që gruaja ishte një barr dhe lindja një vajze ishte një ogur i zi, ishte një fat i keq i zi, dhe kjo ishte trashëguar, po themi brez pas brezi, edhe familje mas familje, dhe historia që e varrosjes së vajzave të gjalla nuk është se ka qenë universale tek gjithë arabët, po aty ku zbret Kurani dhe kur i qorton dhe i kritikon për një krim të tillë, kjo tregon që kjo ka qenë e vërtet. Edhe pse nuk ka qenë, po themi, gjithë përfshirëse në gjitha fiset arabe. Kurani famlart në shumë ajete qorton reagimin e një prindi të cilit i nxihej fytyra, mërzitej dhe kishte turp të dilte përpara njerëzve sepse i kishte lindur një faj. Pra ndjente veten fajtor përpara shoqërisë se ai kishte sjell në jetë, au ishte bërë sebeb për të sjellë në jetë një vajzë. Imagjino, domethënë në çfarë niveli ishte situata. Madje Kurani përshkruan me detaje dhe gjendjen shpirtërore të këtij njeriu, i cili thash mundohej të ecte rrugicave, që mos e shihte dikush, që mos e pyeste dikush se çfarë ka lindur, dhe fillonte dhe vriste mendjen se çfarë do të bënte me këtë vajzë. Duhet ta varroste ato apo ta mbante, po themi, këtë turp dhe këtë faqe të zezë përpara njerëzve të tjerë. Kur Kurani famlar përshkruan gjendjen psikologjike dhe shpirtërore të këtij njeriu që i ka lindur një vajzë me kaq detaje, ti e kupton se në çfarë niveli kishte mbritur kjo çështje, se arabët kurejshët sidomos e shihnin lindjen e një vajze apo prezencën e një gruaje, e shifnin me problem, me siklet, shpeshherë barë, madje ata dhe e arsyetonin këtë sipas atyre, se në rast të luftrash, ato që merreshin peng lufte, rob lufte, ishin përgjithësi gratë. Dhe kjo ishte një turp i dytë pastaj për fisin dhe për familjen, pasi vajzat dhe gratë janë marrë peng. Në këtë kontekst historik zbret Kurani famlart, i cili kritikon dhe i qorton shumë fuqishëm këto fenomene. Në këtë kontekst historik Kurani famlart ngre statusin dhe pozitën e gruas, dhe ky është Kurani, është ai që shkaktari që bëri, nëse mund ta shpreh kështu, revolucion civilizues tek mendjet dhe tek zemrat e këtyre njerëzve në emër të besimit, sepse këto revolucione shoqërore kur nuk bëhen në emër të besimit është shumë vështirë të bësh. Dhe u deshën vite që edhe shokët e muslimanët e parë, shokët e profetit Muhammed a.s. të mësohen me këto direktiva hyjnore, të cilat shpeshherë i qortonin apo i mësonin tek ajo që është më e drejta, dhe nuk ishte lehtë, pasi ajo dihet, kur njeriu trashëgon një zakon të caktuar, ai ka shumë forcë, ka shumë kompetencë, dhe shpeshherë nuk ka forcë njeriu që ta thyejë apo ta tejkalojë atë zakon. Këto ajete kuranore shumë të qarta, shumë të prera, të cilat tashmë do të vinin në vend drejtësinë dhe do të kritikon në ashpër padrejësinë që ishte bërë në histori ndaj gruas dhe në kontekstin arab. Këto ishin të vetmet ato që bën të mundur, nëse mund ta shpreh, çlirimin më të madh dhe dhënien e hakut më të madh që i takonte gruas, një hak që ja ka dhënë Zoti dhe nuk është se ja kishte dhënë nuk është se ja kishte dhënë njeriu. Dhe unë them çdo lloj padrejësie, si ndaj gruas apo ndaj burrit apo ndaj fëmijëve, nuk mund të zgjidhet vetëm se duke u kthyer tek dhënia e hakut kur ja ka dhënë krijuesi. Se më mirë se sa krijuesi, se sa Zoti nuk mund t'i jap dot kush hakun njeriu. Pra Kurani është ai etalon i matës i gjithë vlerave apo dhe ndryshimeve, ose ai boshti ku çdo shoqëri ka mundësi që të kthehet tek ekuilibri i duhur i vlerave. Ju thatë që Kurani menjëherë e kritikoi këtë turp të panevojshëm të burrave ndaj vajzave të tyre apo dhe ndaj bashkëshorteve të tyre. Po ndërkohë cilat ishin
themelet e perceptimit të duhur që solli Kurani për një shoqëri e cila vinte me kritere hyjnore tashmë, ose do të ngrihej me kritere hyjnore dhe jo thjesht si disa korrigjime momentale. Pra, çfarë i mësonte Kurani atyre njerëzve për rolin, statusin e femrës si nën, si bashkëshorte, si vajzë apo si grua në përgjithësi? Shumë e drejtë si pyetje, dhe kjo ndoshta është boshti i çdo gjë, gjithçka që duhet jo thjesht të pyesim, por të reflektojmë dhe ta lexojmë shumë. Nëse shikojmë Kuranin famlart dhe mundohemi të lexojmë në rrestat e këtij Kurani, në gjitha gjykimet dhe vendimet të këtij Kurani, statusin dhe pozitën e gruas, nuk do gjejmë gjë tjetër veç se hakun dhe të drejtën që i ka dhënë Zoti krijesës së tij, që është gruaja në këtë rast. Dhe e para gjë, gruaja nuk ka nevojë për mëshirë, nuk ka nevojë për suport, nuk ka nevojë ku di mund t'i bësh qefin, ajo ka nevojë të marrë hakun që i ka dhënë vetë Zoti. Dhe Zoti, siç ka bërë burrin, edhe gruan e ka bërë origjinën e njerëzimit. Pra vjen në kontekstin e të drejtave të saj që ja ka dhënë Zoti, dhe jo thjesht bamirësisë apo ndihmës apo lëmoshës. E fiks kjo është padrejësia, ka ardhur pikërisht nga tentativa për t'i marrë këto drejta normale që ja ka dhënë krijuesi asaj. Nuk ka ardhur as nga natyra e gruas, as nga që po themi nënçmimi që ajo bën vetes së saj. Nëse ne çdo kujt, jo vetëm gruas, timi sinqert, po me që po flasim për këto bosht, nuk do të bëjmë gjë tjetër për vetë thjesht do t'i japim hakun atij që i takon siç ja ka dhënë krijuesi. Ne do jemi pikërisht aty tek drejtësia hyjnore, ato që na kërkon Zoti. Zoti gruan thashë ka bërë origjinën e njerëzimit. Edhe ajetet kuranore që flasin, o ju njerëz, keni frikë Zotin tuaj që krijoi ju nga një mashkull dhe një femër dhe prej tyre nxori shumë burra dhe shumë gra. Ktu e kupton që kjo është realiteti më i madh i gjithë njerëzimit. Origjina jonë është një burrë dhe një grua. Është Ademi dhe Havaja. Ato janë plotësues me njëri tjetrin. Ata janë shkaku i ekzistencës së gjithë brezave që vinë deri në ditën e fundit të kësaj jete. Dhe kjo është, nëse ti origjinën e diçkaje e lexon drejt dhe siç duhet, edhe vazhdimsinë përpasoj ke për ta lexuar drejt dhe siç duhet. Nëse ndalemi pak e këto dy personazhe shumë të rëndësishme për gjithë historinë njerëzore, sepse gjithë historia njerëzore në këndvështrimin e krijimit kthehen tek Ademi dhe tek Havaja, do gjejmë që Kurani famlart nuk bën atë që mund të lexohet nga disa libra të tjerë hyjnor, me origjinë hyjnore, sikur shkaktarja dhe fajtoria e mëkatit të parë ishte Havaja, pra ishte gruaja. Do gjejmë të kundërtën në shumicën e ajeteve kuranore, Zoti ju flet të dyve. Urdhrat janë për të dy dhe qurtimi është për të dy, dhe që të dy kërkojnë falje. Pra, nëse është faji dhe gabimi është i të dyve. Si gjithmonë njerëzit ku bëjmë faj dhe gabim, debati më i madh është ku t'ja faturojmë gabimin. Manipulimi i parë ose padrejtësia e parë që është bërë se i është faturuar devimit të parë, sikur Havaja apo ishte shkaktari Eva kryesor në disa po themi gjuhë dhe tekste, ishte ajo që e çoi që e mashtroi bashortën e saj dhe ishte shkaktare fajtore kryesore. Kjo është e pavërtetë. Në ajetet kuranore kjo nuk as pak nuk duket. Përkundrazi, dietarët thonë, nëse lexojmë me vëmendje ajetet në lidhje me mëkatin, pra me gjunahun e parë, do gjejmë që Zoti qorton parsisht Ademin, sepse urdhri ka qenë për të dhe qortimi është dhe individual në lidhje me Ademin alayhis. Pra, nëse unë them që gabimi dhe faji është të dyve dhe kjo është edhe e mira edhe e bukur gjithë gjë, sepse ai gabim, ai mëkat ishte kaderi i Zotit, caktimi i Zotit për të treguar që ky është njeriu, qoftë burr apo grua. Edhe kur e di të vërtetën, ka dobësi dhe ndoshta bie në gabim. Pra, kur ndahet ky gabim dhe faj mes burrit dhe mes gruas, tu e kupton që këtu është drejtësi hyjnore dhe absolute. Mirë, po disa dietarë thonë që jo, ai që mund të ketë më shumë faj, nëse ka dikush më shumë faj, është Ademi, sepse disa ajete kuranore qortojnë parsisht Ademin në formën individuale, jo në formën e të dyve. Do të thonë i drejtohet drejt për drejt ajetet kuranore ose Zoti i drejtohet dhe e qorton vetëm Ademin dhe nuk e qorton bashortën e tij. Nuk del Havaja si protagoniste, madje do të del dhe si shoqëruese e Ademit. Patjetër, si pasuese e kësaj. Do të thonë ai ishte, po themi, iniciatori dhe kjo e pason bashortën e saj. Por kjo faktikisht është shumë e rëndësishme në perceptimin që
ky njeri, e cila është baza dhe origjina e njerëzimit, nuk vjen në kompleksin që ka bërë një faj, edhe që çdo kush që lind, më thënë prej bijave të saj, për bija të Havas është një trashëgues e fajit. Jo, më thënë, të gjithë njerëzit, qofshin burra apo gra, janë pasardhës të dy njerëzve shumë të rëndësishëm, të veçantë të Zotit. Gabimi është njerëzor, falja është hyjnore. Gabimin e bën të dy në rastin më të mirë, ose e bëri parsisht, më thënë, Ademi dhe Havaja e pasoi në këtë gabim, por nuk është as pak e vërtet që ajo është shkaktarja kryesore, sepse imagjinoj Iliri se çfarë perceptimi dhe çfarë po themi akumulimi psikologjik është nëse ne që në momentin e parë shikojmë që ajo është fajtori kryesore. Ai është faktori kryesor që erdhën të gjitha këto të zeza dhe këto të këqija më pas. Ai është pastaj fillon automatikisht mbi këtë bazë, pastaj çdo padrejti mund të arsyetohet dhe mund të justifikohet. Kurani është shumë i qartë dhe shumë i prerë në këtë aspekt. Kjo është një nga parimet kryesore, siç edhe pyet, cili është themelet? Themeli kryesor është që të dy janë origjinë e njerëzimit, të dy janë shumë të nderuar, edhe nëse është bërë gabim, gabimi është i të dyve, nuk ka të drejtë t'ia faturojë dikush gabimin tjetrit se ti je shkaktari kryesor, prandaj duhet vuash dhimbjen dhe vuajtjen e kështu me radhë. Pra nuk ka një kurth femëror, po themi në mëkatin e parë apo në ka një kurth djallëzor i bërë ndaj njeriu dhe njeriu është edhe burrë dhe grua. Nuk ka kurth njerëzor të një bashkëshorti ndaj tjetrit. Ky është një themel shumë i rëndësishëm dhe Kurani jo më kot e përmenda që ai është shumë i qartë dhe shumë i prerë. Në të gjitha versetet kuranore nuk mund të gjesh as pak ndonjë të tillë që aludon që Havaja është shkaktarja kryesore, madje thash të kundërtën mund të ta aludojnë. E dyta që është e rëndësishme është se po të shikojmë urdhrat kuranore që Zoti i jep njeriu, janë dhënë urdhra për burra dhe për gratë. Prandaj adhurimet janë për burra dhe për gratë. Shpërblimi është i një lloji si për burra dhe për gra. Nuk kemi ndonjë tekst kuranor apo profetik që burri ka shpërblimin më të madh se sa gruaja kur bën një vepër të mirë, apo gruaja ka gjunahun më të madh kur ajo bën një vepër të keqe. Edhe kjo është drejtësi hyjnore. Pra urdhri dhe direktivat hyjnore janë që të dy janë njësoj, sepse që të dy janë krijesat e Zotit. Zoti nuk mban anën e dikujt ndaj dikujt tjetër, sepse ai është krijuesi i çdo gjëje. Tentativat që shpeshherë dëgjojmë në emër të asaj që quhet feminizmit, domethënë që ligjerimi apo komunikimi kuranor, hyjnor gjithmonë sikur mban anën e burrit vetëm për burrat, kjo nuk është as pak e vërtetë. Ka jetë që vin ndoshta është problemi i përkthimit ose mos kuptimit të duhur të përkthimit, vin në po themi në gjinin maskullore. Dhe duket sikur dominon po themi kjo thirrja në gjinin maskullore dhe ndoshta për dikë krijohet perceptimi sikur nuk i flet femrës fare. Sa i flet mashkullit dhe sa i flet femrës Kur'an. Ky është një perceptim i gabuar, thash për fat keq kur perceptimi fillon, pastaj njeriu kërkon argumenta për të arsyetuar perceptimin e tij. Ky perceptim është i gabuar edhe në aspektin gjuhësor. Kurani kur flet edhe në emër të gjinisë mashkullore, kjo është çështje që ndoshta nga mosnjohja e gjuhës, por për arabët kjo është shumë e qartë, edhe kur urdhri është për burra, thotë o ju burra kur drejtohet, ai faktikisht përfshin të gjithë shoqërinë. Dhe kjo është e vërtetuar dhe me argumenta kur profeti alayhis salam për shemb ka thirrur në xhami, o ju njerëz, mblidhuni. Ummu Seleme, që ishte grua, kur dëgjoi këtë ngrit i than po thret burrat, ai po i thret njerëzit. Tha nuk kuptoni gjuhën. Ishte ideja që ai njeriu që kupton gjuhën, kupton që në urdhrat kuranor nuk bëhet dallim kategorik në aspektin e, më thënë, përkatësisë gjinore, nuk ka kategorizim të tillë. Madje ndoshta nga një keq kuptim që mund të lindte, sepse është pyetur profeti Muhammed alayhis salam sikur më afër i mban burrat apo sikur domethënë shpeshherë urdhrat i ke për burrat, Zoti direkt pas kësaj ka zbritur ajete kuranore ku e ka specifikuar dhe kategorinë e grave, jo për të kompensuar një gabim, por për të korrigjuar një perceptim që mund të ishte në mendjen e tyre. Dhe kjo është element shumë i rëndësishëm. Ajetet kuranore kur thonë ata që falin namaz prej burrave dhe prej grave, që kujtojnë Zotin prej burrave dhe prej grave, ose kur ajeti kur thotë kush bën punë të mira duke qenë besimtar, qoftë mashkull apo femër. Nuk është se ky ishte një përjashtim nga ajetet tjera kuranore, por ishte një përforcim i një parimi.
që të gjitha urdhrat kuranore janë si për burrin, ashtu edhe për gruan. Shpërblimet janë njësoj, dënimet janë njësoj, edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër. Por për të korrigjuar thash një perceptim që mund të ishte i gabuar. Shpeshherë ky perceptimi që Kurani i flet burrave, mban anën e burrave dhe vetë ajetet kuranore shpeshherë domethënë i drejtohen gjinisë maskullore, kjo nuk është e vërtetë. Thash edhe elementi gjuhësor ndoshta është ajo që e ka çuar një keq kuptim të tillë. Të gjithë ata që njohin gjuhën arabe në cilën zbriti Kurani e kuptojnë që ky urdhër është gjithëpërfshirës. Kur ka bërë Zoti specifikime të grave të gjinisë femërore, e ka bërë thash pikërisht për ta përforcuar pozitën e grave ose për të korrigjuar ndonjë perceptim që mund vinte edhe tek burrat edhe tek gratë, sikur ka një farë diferencimi mes burrave dhe grave. Nëse i kthehemi atyre që mund të konsiderojnë kritikat historike drejtuar Kuranit dhe Islamit në përgjithësi, një pjesë e pranojnë që Kurani ishte revolucionar në raport me kohën, pasi siç ju thatë në civilizimet që dominonin atë kohë, femra nuk konsideroi qenie njerëzore fare. Pra dinjiteti i saj ishte më pak se zero. Dhe e pranojnë që Islami erdhi dhe i dha një lloj statusi, po gjithsesi ngeli një status diskriminues në raport me mashkullin. Pra e ngriti në një nivel që mbeti shërbëtore e burrit vet dhe asnjëherë e barabartë, asnjëherë po themi e lirë për të zhvilluar, për të qenë arsimuar, për të drejtuar, për të trashëguar dhe aspekte të kësaj natyre. Çfarë përgjigje mund të themi, janë shumë akuza, po së paku në vija të përgjithshme. Unë kam përshtypjen që çfarëdo lloj akuze e drejtuar dhe ndaj Kuranit famulart, për t'i dhënë përgjigje asaj, ka nevojë që njeriu ta shikojë çështjen në një spektër më të gjerë. Nëse ne konsiderojmë padrejtësi dallimet që mund të ketë bërë Zoti në krijim mes natyrës së burrit dhe të gruas, kjo është çështje tjetër. Por nuk kemi asnjë argument, qoftë nga Kurani apo qoftë nga hadithe profetike, që Zoti e ka dalluar burrin në aspektin duke e bërë një qenie më të lartë. Dallimet fiziologjike, nëse do t'i shikojmë me syrin e drejtësisë, do shikojmë që Zoti pikërisht nga roli që kërkon nga secili prej tyre e ka bërë dallime fiziologjike. Dhe këto dallime fiziologjike apo në formën e krijimit, më themi në aftësitë fizike që ka burri me një krah dhe gruaja në krah tjetër, shpeshherë janë bërë shkak për fat keq, sikur Zoti po diferencon. Zoti diferencon kjo diferencim pozitiv, sa për dieni. Nëse i ka dhënë burrit Zoti aftësi më të mëdha fizike, ata shpërsinë apo vendimarrjen e shpejtë, kjo është sepse përgjegjësitë që i kërkohen burrit janë të tjera, sepse ai do të marrë përgjegjësi më të mëdha qoftë në aspektin e ushqimit apo përballjes fizike apo vajtjes nëpër luftra. Kjo është ajo që po themi mëshira hyjnore që ja jep kësaj krijese burrit këto specifika, sepse roli dhe përgjegjësia e tij është e tillë që i kërkon këto lloj elementesh. Po të shikojmë specifikat me cilat Zoti ka dalluar gruan si krijesë, nuk janë çështje dobësie. Ato janë një pasuri dhe një, po themi, këto janë ato të veçanta që e bëjnë të mundur rolin e saj si nën apo si bashorte apo si motër apo do të thënë si shoqëruese në jetë. Ajo botë e madhe shpirtërore, botë e madhe ndjenjash që ka gruaja, ajo është pikërisht pasuria e saj, do të thënë. Ai durimi i madh që ka, sepse historikisht dihet, do të thënë që kush mund ta vetëm po të shikosh, nëse mund ta quaj misionin e amësisë e të qenit nën, vetëm nëna mund ta përballojë diçka të tillë. Zoti i ka dhënë asaj një botë shumë të madhe shpirtërore, i ka dhënë një botë shumë të madhe, të pasur në ndjenja që e mundson atë të ketë kaq shumë durim. Dhe sa herë që lodhet, po themi që ja bën halal. Kjo është, ja bën halal fëmijës vet, ja bën halal palës tjetër. Këtë nuk e bën dot burri, sepse Zoti e dalloi pikërisht atë që të mbaj një barë dhe një privilegj shumë të madh që të jetë nën. Prandaj quhet pak. Ajo është ajo që mundson vazhdimin e jetës, jo vetëm fizikisht, jo vetëm për të sjell në jetë dikë, po sepse jeta nuk është vetëm ardha fizike e një fëmije në këtë jetë. Ai fëmijë ka nevojë për botë, për dashuri, për botë ndjenjash. Nuk ka gjë më të thjeshtë ta kuptosh këtë, sa Zoti e bëri fëmin pjesë të trupit të nënës. Ai del prej trupit të nënës. Ai është i lidhur me nënën. Prandaj kur u pyet profeti alayhis salam, cili është më i meritueshëm për respektin dhe vlerësimin tim o i dërguar i Zotit, ai tha është nëna jote.
pastaj pyeti për herën e dytë. Po pastaj, pas nënës kush vjen, thash nëna jote, e tha edhe të tretën nëna jote, pastaj thash babai yt. Kjo nëse është diferencim, kjo është diferencim pozitiv. Sepse kjo nën, më thënë, ka bërë aq sakrificë dhe ka sakrifikuar aq shumë dhe është aq e lidhur me ty, saqë një fjalë jote, sa do e vogël, atë asaj mund t'i shkatroj zemrën. Po kjo fjalë po t'i thuaj babait, ndoshta nuk është do të ndikonte shumë tek ai. Pra, pikërisht respekti nuk është se do ta kush e di zot bosh. Respekti është kjo, që të dish sakrificën e saj, të vlerësosh botën e saj shpirtërore, ndjenja të mëdha që ajo ka, që vetëm një nën mund ta. Prandaj nuk ka patur asnjë lloj, po themi, diferencimi të karakterit preferencial, sikur një është më e mirë se sa tjetër, diferencimet që ka bërë Zoti i ka bërë për të mirën e jetës njerëzore, për vazhdimsinë e kësaj jete. Dhe në këtë aspekt unë them që gratë janë më të privilegjuara, sepse nëse shpirti dhe zemra janë gjëra më e rëndësishme tek njeriu, Zoti e ka dalluar pikërisht nënën gruan me këtë botë shpirtërore, me këtë botë ndjenjash. Imagjino sikur familjeve, fëmijëve, njerëzimit t'i mungoj dashuria e nënës, t'i mungoj dashuria e motrës, t'i mungoj ajo butësia dhe mshuria e bashkëshortës. Si do të ishte gjendja e njerëzve? Do të thënë, është e vërtetuar, fëmijët që janë rritur pa dashurinë prindërore, sidomos pa dashurinë e nënës, ka një privim shumë të madh në jetën e tyre. Por edhe nga ana tjetër, do të thënë, ajo është amortizatori kryesor, në përgjithësi është natyra që i ka dhënë Zoti asaj. Amortizatori kryesor i problematikave që ndodhin në familje. Prandaj haku i nënës është shumë i madh, sepse sakrifica e saj është shumë e madhe. Pra, duket sikur femra është më në shërbim të familjes, më në shërbim të shoqërisë, po me çfarë duket edhe në këtë aspektin emocional, pastaj shoqëria është më borzhlie ndaj nënës, duke referuar hadithet që përmendet se nëna përmendet 3 herë dhe pastaj babai. Por sonë bëjmë një shkputje shumë të shkurtër dhe rikthehemi sërish të kësaj bisede, normalisht shihemi në pjesën e dytë. Rikthehemi sërish në studio miq, po flasim për gruan në perceptimin dhe në lupën e duhur kuranore, po edhe si një lloj korrigjimi i atyre deformimeve historike të rolit të gruas në shoqëri, ku Kurani vjen si një kur konkrete, specifike, me akuza ndaj padrejtësive, po dhe me një panoramë të qartë ndaj asaj se si duhet vlerësohet femra. Nëse marrim në konsiderat perceptimin e sotëm, profesor, duket që moderniteti fton tek një lloj autonomie, një lloj shkputje nga farefisi, nga origjina, nga të tjerët, madje edhe në familje, pra kemi atë që quhet familja me një prind, duke e parë veten si të plot, si të panevojshëm për asgjë tjetër. Kurani e shef burrin dhe gruan si të varur ndaj njëra tjetrës dhe kush kam shumë nevojë për njëri tjetrin. Pra, cili është, po themi, statuset dhe varësia që kanë në jetën bashkëtorë, po dhe në jetën njerëzore në përgjithësi. Nëse do ndalim në spektrin kuranor, edhe termat që përdor Kurani në lidhjen në aspektin e bashkëshortëve, përdor fjalën zauj, dhe zauj do thotë bashkëshort, që i thënë ne për këtë shqip, po faktikisht është plotësues. Gjysma që plotëson gjysmën tjetër. Faktikisht që të dy janë krijesa në vete dhe llogarinë e kanë tek Zoti në vete, punët që bën gjitha nuk është se është lidhur fati i dikujt me fatin e dikujt tjetër. Por është ndryshe kur e shikon që në fillimin e krijimit deri në fundin e krijimit, që këto në momentin që bashkëveprojnë dhe të gjitha ato cilësi pozitive që ka njëri i bashkangjit me cilësitë pozitive që ka tjetri, ose dallimet, po thash, në aspektin që ka dalluar Zoti fiziologjikisht, atëherë kemi të bëjmë me një jetë e cila është në nivelet më të larta njerëzore. Në momentin kur kundravihen kundra njëra tjetrës, si diferencimet fiziologjike, apo kur dikush e sheh veten më superior se sa tjetri dhe dikush është krijuar për tjetrin, të gjithmonë ka patur padrejësi. Dhe Kurani famlar thash vetë nga termi që ka përdorur është termi drejt, zauj. Zauj do thotë plotësues, plotëson njëri tjetrin. Dhe plotësimi duhet bërë në atë formë që të mos e shtysh tjetrin, si më thënë.
Është nëse kjo është gjysma, kjo është gjysma tjetër. Dhe në hadith profeti alayhis salam thotë an-nisa'u shaqaiqur rijal. Gratë janë gjysma tjetër plotësuese e burrave. Gjysma plotësuese në aspektin që të dy bashk ata sjellin jetën me kuptimin e plotë të saj. Gjatë gjithë historisë njerëzore, siç ai përmendur në kontekstin historik që Kurani kritikoi padrejtësitë që ishin në ato civilizime apo tek arabët që ishin ndoshta në një formë pak më të dhunshme dhe më të ashpër, i kritikoi ashpër Kurani dhe atë kohë ai konsideroi me vërtet një libër që bënte revolucion, parsisht në mendjet e njerëzve, duke ndryshuar këto koncepte që janë shumë të padrejta. Dhe në emër të besimit duke i detyruar ata të respektojnë gruan, të respektojnë nënën, të respektojnë vajzën. Madje Kurani shkon dhe Islami shkon në atë pikë që ty të ka nderuar Zoti nëse të ka dhënë më shumë se sa një vajzë. Duke thënë që kjo, nëse ti bëhesh shkak për edukimin e mirë të kësaj, ti jo ta kesh faqen e zezë, po ti ke faqen e bardhë. Pra nga një turpi që është konsideruar më për një ogur të mirë, nga një ogur i zi, nga një frikë, nga një siklet për dalë përpara njerëzve, një mundësi shumë të mirë për të lënë gjurmë të mira në këtë botë dhe për të fituar parajsën në botën tjetër. Imagjino ti qasësh vajzës, fëmijës tënd, çfarë qasje është kur e shikon atë si bardhë dhe siklet, edhe do ta pranosh, do ta përtypesh me zor, dhe kur e shikon nga krahun tjetër që kjo është shkaku që unë do të fitoj parajsën e Zotit dhe shkaku që nëse unë edukoj siç duhet, kjo do bëhet shkak për të përmirësuar shoqërinë. Është qasje komplet e ndryshme. Për fat keq muslimanët nuk kanë qenë në nivelin e këtij emancipimi apo të këtyre të drejtave që i ka dhënë Kurani famlart. Shpesh herë thash kanë triumfuar zakonet për arsye të ndryshme, për kontekste të ndryshme, dhe jo përpara 1400 vitesh, por për fat keq e shikojmë edhe përpara 100 vitesh në vendet tona apo sot e kësaj ditë në shoqëritë muslimane. Gratë të vërtetë sjellje njerëzore, kulturave specifike janë bashkangjitur, po themi, Kuranit ose Islamit, çka është e nevojshme të bëhet një ndarje, sepse është i bare pa nevojshme që ngarkohet fesë në këtë. Kjo është një faturë që është pa drejt, që është faturuar fesë dhe Kuranit, por për ta kuptuar më drejt këtë është mirë të lexohet jeta e profetit Muhammed alayhis salam dhe marrëdhënia që ai ka patur me gratë. Aty do të kuptosh sepse ai ka qenë, po themi, zbatimi më i mirë i këtyre direktivave hyjnore. Edhe do shikojmë që jemi shumë jashtëzakonisht shumë larg me atë etik, me atë dashamirësi, me atë sjellje të veçantë që ka patur profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ndoshta do të kemi mundësi që të flasim në seriale të tjera se çfarë vendi zën gratë në jetën e profetit alayhis salam, dhe kemi për ta gjetur që në pikat më delikate dhe më të rëndësishme do gjejmë që ato që kanë qenë pranë tij kanë qenë gratë. Për fat keq thash në shoqëritë tona muslimane se kemi mbërritur atë emancipim dhe atë të drejtë që ja jep Zoti gruas si një gjysma tjetër e njerëzimit, madje si thash edukatorja e gjithë njerëzimit. Mirë, po historikisht padrejtësitë për fat keq janë tentuar të zgjidhen me padrejtësi të tjera. Në emër të asaj që ti e përmendë, modernizimi po shkon jo thjesht tek çështja e gruas, se ka nisur, ka qenë zanafilla padrejtësia që është bërë grave, por ka shkuar aq larg saqë të nuk është tentativa për të shkatruar çfarëdo lloj strukture. Pra nuk është më tani përpjekje për të korrigjuar atë që vjen nga tradita apo padrejtësia ndaj grave. Po tani përpjekjet janë edhe për të korrigjuar atë që është vetë nga krimi, duke deformuar dhe vetë trupat apo dhe duke ndryshuar gjinit apo duke u shndruar pastaj në qenie, po themi të Dhe kjo është një problem i madh psikologjik. Kam përshtypjen që jo thjesht ne si hoxhallar apo fetarët, po edhe të tjerët po e ndjen që ky lloj perceptimi dhe ky lloj qasje ka përçuar në shkatrimin e gjithë qenjes njerëzore, sepse edhe në aspektin psikologjik nuk ka më keq kur njeriu nuk ndihet rahat me veten e tij. Qoftë mashkull apo femër, kur fiksohet tek fiziku i tij, tek pamja e tij, futet me një botë, me një labirint nga i cili nuk ka kthim. Dhe tentativat pikërisht për ta nxjerrë edhe burrin nga misioni për cilin e ka krijuar Zoti, po edhe gruan sidomos, se unë mendoj që dëmi që më i madh bëhet kur është tentativa për ta nxjerrë gruan nga misioni dhe roli i saj, sepse thash është rol vendimtar. Dhe pasojat që janë me fëmijë dhe me breza që cilat nuk kanë marrë atë hisë dhe ato që ka takuar nga dëmshuria e nënës, nga dashuria e nënës, nga edukimi i nënës, janë edhe fëmijët dallojnë. Edhe një fëmijë që është privuar nga një baba dhe një fëmijë që është privuar nga dashuria e nënës është komplet tjetër. Kjo tentativë është tamam për t'i vënë
kazmën mendoj unë dhe për t'i vënë dinamit në themele gjithë njerëzimit. Pra nuk kemi thjesht për të rregulluar padrejtësinë që është bërë ndaj gruas, por po shkojmë drejt asaj që ti e përmende, është një mungesë rahatie ndaj krijimit në përgjithësi. Pastaj do fillojmë siç kemi filluar, duke shkatruar ambientin rreth rrotës, duke shkatruar planetin Tokë, tu bëhet fjalë pastaj që njeriu del totalisht nga misioni për cilin e ka krijuar Zoti dhe është ai objektiv që na ka paralajmëruar Kurani famlar. Shejtani i mallkuar, djalli i mallkuar ka një objektiv, që nxjerrë juve nga statusi dhe nga roli për cilin ju ka krijuar Zoti, pastaj t'ju bëj të shkatroni ju veten tuaj dhe shkatroni pastaj dhe tokën ku e ka sjell Zoti. Ai është objektivi final. Na i ka shpjeguar Zoti në Kuranin famlar dhe këto pse Kurani djalli i mallkuar gjithmonë mundohet të provokojë njeriu që të mos ndihet rehat me veten e tij. Mos ndihet rehat me krijimin e tij, me rolin e tij, me punën që bën. Edhe nuk ka më keq kur njeriu nuk është i rahatuar as me veten e vet, as me familjen e tij, as me punën e tij. Ne nuk do bëjmë gjë tjetër vetëm se do shkatrojmë të gjithë jetën tonë njerëzore. Pra duket sikur roli i shejtanit është ai manipulimi në çdo aspekt, pasi në mënyrë të qartë ju përmendët se profeti Muhammed alayhis salam e ka vlerësuar nënën 3 herë, pastaj babain, e ka vlerësuar lindjen e vajzave në mënyrë të drejtë për drejtë, edhe gjithashtu të djemve, po të vajzave në mënyrë të drejtë për drejtë, ka qortuar Ademin në mënyrë dhe jo Havan, që do thotë që do ishte më natyrshme të kishte një shqetësim meshkujsh për atë se si e ka trajtuar Islami mashkullin dhe femrën, sesa një shqetësim po themi digjinisë femërore, pasi duket sikur ato janë ndoshta edhe më të vlerësuara. Unë mendoj, ndoshta jemi drejt fundit të emisionit, historikisht padrejtësitë i bën njeriu. Dhe njeriu bën padrejtësi kur nuk kupton qëllimin për cilin është krijuar edhe kur shkon në ekstreme. Në rastin konkret, në rastin ndaj gruas, ndaj femrës, padrejtësia shpeshherë është bërë në emër të kulturave dhe për fat keq është faturuar fesë, sikur feja është ajo ushqyese e këtyre kulturave, por nëse do shikojmë Kuranin famlar do gjejmë komplet një panoramë tjetër, apo padrejtësia tjetër që i bëhet është ta nxjerrësh njeriu nga specifikat e tij për cilin është krijuar. Kur në momentin që ti e vendos atë që është për luftë e le po themi në zyrë apo e vendos në punë, ti e ke prishur gjithë sistemin. Historikisht ka qenë kjo që njeriu të mos vendoset në vendin që i takon, sepse jo thjesht burrat dhe gratë, por edhe fëmijët tani komplet ndryshe me njëri tjetrin, po dhe ne jemi komplet ndryshe me njëri tjetrin. Kjo është bukuria e krijimit të Zotit. Edhe ai çdo krijesë, qoftë burr apo grua, i ka dhënë disa specifika të caktuara. Dhe kur njeriu nuk e luan rolin në përputhje me ato specifika, ne do kemi prishje të ekuilibrave të gjithë jetës njerëzore. Dhe gruaja historikisht për fat keq ka vuajtur ose nga padrejtësitë historike apo sot në emër të vënjes në vend të padrejtësisë, duke e quar në një padrejtësi tjetër, duke bërë atë të mos ndihet rehat pse është nën, duke i ikur misionit të saj që ajo është burimi i jetës, është vazhdimësia e jetës, është burimi më i madh i dashurisë, duke bërë mos ndihet rehat me trupin e saj, me pamjen e saj. Kjo është, kam përshtypjen që është një padrejtësi e cila është ekzistente, por shpresojmë që të gjitha këto që folëm të jenë orientuese që njeriu le të jetë krijesë fisnike siç e ka dashur Zoti, të jetë krijesë fisnike dhe le të përfitojë nga specifikat që i ka dhënë Zoti për misionin e tij. Dhe në këtë rast misioni i grave është i pazëvendësueshëm, ja të kalon shumë herë më tepër ndoshta edhe misionit të burrave. Për sot falenderoj shumë. Shumë faleminderit për te. Ndërsa miq, këtu mbyllim me takimin e sotëm, ishte një takim hyrës, një perceptim i përgjithshëm mbi rolin dhe rëndësinë dhe trajtimin kuranor të femrës dhe të gruas në përgjithësi, i cili vjen jo thjesht si një korrigjim i deformimeve historike që ka pësuar në civilizime të ndryshme, po vjen dhe si një qartësi dhe një vlerësim i drejtë për drejtë dhe eksplicit i asaj se si vlerësohet femra në lupën kuranore dhe si duhet të jetë vetë perceptimi i saj dhe perceptimi i duhur i meshkujve, gjithashtu raport me nënat e tyre, me bashkëshortet e tyre dhe me vajzat e tyre. Ju falenderoj që qëndruat me ne, do të jemi sërish së bashku javën e ardhshme, deri atëherë kalori sa mirë.